që po punon me parti tjera, që po bën përpjekje serioze për të angazhuar në dialog. Mirë po, unë nuk isha dëshmitar, nuk kam qenë i pranishëm në vitin 99-2000 për çështjet për të cilat kuptoj se po diskutojnë tani në kuadër të këtij. Por kur erdhet në Kosovë në vitin 2014, supozimi kryesor ishte se duhet të bën hetime për këto pretendimet e të arsuquajturit trafikimin e organeve, ku kemi parë, kur pama këtë akuzën, për herë të parë nuk ishte asnjë fjalë të vetme që lidhej me trafikimin e organeve. Atëherë, pra filloi të sharohej për një akuzë dhe kaloi në diçka krejtësisht të ndryshe, krejtësisht tjetër. Dhe kjo nuk është gjykata e parë që merret me ato që ka ndodhur gjatë luftës së Kosovës apo në luftrat e ish Jugosllavisë. Atëherë, pse ka nevojë të kemi një gjykatë speciale në Hag? Pasi kemi pasur gjykatat e UNMIK-ut, gjykatat vendore, ato të EULEX-it, Tribunalin e Hagës, në bazë të perspektivës që kemi tani. Kërkoj falje në qoftë se kjo është thjesht përsëritja e asaj që thash, por vetëm të jem të qartë edhe një herë. Ekzistojnë lloj-lloj shqetësimesh lidhur me aftësinë për të kryer për të mbajtur gjykime të lira me ku dëshmitarët do të ishin plotësisht të sigurtë të mbrojtur. Kishte një lloj akuzash e shqetësimesh për të cilat diskutonim aso kohe në vitin 2014, para vitit 2014. Unë nuk jam as pak përgjegjës për atë se çfarë vendosen të ndiqnin prokurorët apo jo, në shumë raste, dhe ju e dini këtë, kuptohet, nuk besoj se unë nuk e di se mund të ofrojnë sa më shumë histori e dëshmi dhe pastaj vendoset në bazë të dëshmive që keni, dëshmive, dëshmitarve dhe provave fizike, pastaj këtë ndisni penalisht. Unë kur nuk kam qenë i përfshirë në procesin e vendosjes se për çfarë duhet të ketë apo për çfarë nuk duhet të jetë prokuroria, aso kohë në bazë të udhëzimeve, instruksioneve që merrja si diplomat profesional, ishte se shqetësimet, ishte një listë shqetësimesh, deklaratat që ishin bërë lidhur me disa shtëpia e verë dhe gjëra të tjera, për të cilat diskutuam dhe pastaj edhe të tjerët në bashkinë ndërkombëtare, por kur nuk u mor ndonjë vendim se unë isha i përfshirë në Departamentin e Shtetit për këtë çështje. Pikërisht se çfarë do të gjykohej e çfarë jo. Kjo ishte para 11 vjetësh, po them, gjykata filloi na duhet të shohim se si do të ecën kjo. Dhe na duhet të shohim se çfarë mendimesh do të merren, mirë po njerëz të mirë bëjnë gjëra të këqija, njerëz të këqij bëjnë gjëra të, domethënë, kundërthënjet janë çështje të ndryshme. Më falni që po e ngrej, por e kam shumë parasysh se një Amerikan që kishte opinione shumë të forta, kur doshin të gjithë me opinionet e tij, guximi i tij nuk ishte se donte t'ja dydronte njerëzit se çfarë mendojnë, po donte njerëz që nuk dakordoshin me të dhe të angazhoheshin në dialog. Ky është hap shumë i rëndësishëm. Një lloj procesi i tillë për ta sfiduar të flasin njerëzit që nuk janë dakord me ju për të paraqitur një rast për diçka. Ky është parim shumë i rëndësishëm sa përket dialogut apo gjërave të tjera dhe sërish unë mund të demonstroj prova se Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj dhe shumë politikan të këtij vendi, po kthehemi edhe tek doktor Rugova, ishin të përkushtuar për gjetë një rrugë për t'i avancuar idetë edhe në kohën e kundërshtimit shumë të madh politik e retorik dhe njerëzve të tillë unë u jap meritat për ato që kanë bërë aso kohë në mënyra të tilla, por kjo nuk do të thotë se kam ndonjë aftësi apo ndonjë autoritet për të folë për gjitha aktivitetet e ndokujt, përveç aktiviteteve të mia personale. Kohëve të fundit, presidenti Trump në shumë raste ka thënë se ka penguar konflikt
konflikt mes Kosovës dhe Serbisë. Më pas e keni dëgjuar këtë? Po, e kam dëgjuar. Kjo është përsërit shpesh herë. A besoni se kishte shanse që Serbia ta sulmonte Kosovën, sepse askush nuk ishte menduar se Kosova do të sulmohej nga Serbia, apo Kosova do ta sulmonte Serbinë.